Në çdo pjesë të lagjës në Prishtinë që i është caktuar për 8 orësh patrullon polici Fidan Aliti. Prej kur ka filluar të zbatohet koncepti polici i lagjës, sipas Alitit është rritur bashkëpunimi me qytetarët. Madje ai thotë se tani e dinë se siguria është përgjegjësi e përbashkët. Është duke implementuar në mënyrë më të mirë dhe qytetarët veç se na njohin tani thjesht shumica e qytetarëve për shkak që kanë policin e lagjës në të gjithë zonat tënde të përgjegjësisë në të gjithë Republikën e Kosovës. Telefonatat e shpeshta si dhe informacionet që banorët e lagjeve ia tregojnë Alitit ndikuan në parandalimin e veprave penale. Ne kemi pranuar edhe informata të shumta në policinë e Kosovës, të cilat kanë kontribuar në parandalimin e aktiviteteve të ndryshme kriminale dhe duke bazuar në vitet më pashme ose nëse cekim atë të fundit me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar me 6 mujorin e parë të këtij viti, atëherë vërehet që ka pasur ulje të aktiviteteve kriminale. Por jo gjithmonë, ankesat e qytetarëve mund të zgjidhen nga polici i lagjës. Ne pranojmë informata dhe ankesat të cilat nuk janë për policinë e Kosovës, për cilën në adreson se i shohin si institucionin e vetëm që ai rast duhet mos zgjidhet. Përveç punës në teren, policia e Kosovës vazhdon të organizoj fushatave djesuese për parandalimin e dukurive të ndryshme që të cënojnë sigurinë publike si përdorimi i narkotikëve, zjarrvënjet, lypja dhe forma të tjera të sjelljeve të rrezikshme.